Njeri ka punu realisht si oficeri I UDB-s, por kam bëjt shqiptari vërtet. Ai ka qenë shumë herë në emisionin tim. Vjen nga Çegroni, me neve sonte është në Çegroni këtu me Eduard të ditë të bashkë. Alo, sa na bëj? Të një qeta. Mirënoma Misejle, faleminderit shumë. Faleminderit e ju. Faleminderit shumë. Të një qeta, tim si jeni, si që jeni me mirë. Mirënoma Misejle, basa na bëj. Mirë se u gjeta. Faleminderit shumë Çegroni. Pa tjetër. Sonte kemi një panel interesant. Gëzo. Njëri me ftu se e ka bënë një musafir tjetër, edhe ai dikur ka punu për UDB, se çtu kanë qenë me thonë shqiptarë UDB. Ka qenë më herët në emision me ty e bashkë, po është mik I emisionit tim, me neve sot është Fatmir Shehundi, me prismi me Eduard Davidin. Roma, Misejle, Mirëmo, ku je kryetar? Një gjallë, tim Shkupi. Allah razolla si je ku je. Të një qeta, Zotin na fesi je ku je. jeni pak ngusht po mami shqiptar të bashkuar. Po, ngushte... mirë jemi. Unë ngusht. Afro në pak, basenave, afro në ma ngëshi. Po, këta u të boshat shtu. Faleminderit shumë qerë. Faleminderit edhe ju. Nuk ju pëlqej prezantimi? Jo mo, po nas jena u të bosha. Po jo, keni Edhe punu ti kur pe bën kështu këtë farë, tani atje ta këshyrin emisionin 200-300.000 vetë, mos harro që Bacinafe I takon një plejade tjerëzakonshme, edhe ky është njëri sakrificës, jo I UDB-s. Këto UDB-a e ka dënuar me pushkatim. E vërtet, po e thashën e? Edhe Kam vetë shqiptari jo, vërtet. tha oficeri I UDB-s, edhe Po kam vetë shqiptari vërtet. Edhe mu paraqite UDB-bash, jo rëmbur, na kemi punuar sekretariat punëve të mërshme të krajinës socialiste autonome të Kosovës. Do më thonë shek se ti ma shumë ke punu shek se nuk. 2 vjet e gjysë kum punue në të farë sekretariatit punëve të mërshme të këtyneshët, e 8 vjet në shek, ma kalaje me më honë shikot, se UDB-bash. Are dhe ka dalë sonde. Edhe pse kam kryetarin këtu të bordit, kështu që... Shiko, vetëm një ndërhyrje me zëmjot, që një 17 viti jemi bashk, llogaritë po ta kisha konstatuar unë që Fatmiri është pjesë e UDB se a kish gjetë Fatmirin. Me një pjesëtar tu që se a kish gjetë. Kështu që e demantoj... Apo veç të thua që ka posa në GK... Shiko, pjesëtar. Sa I përket e demantoj çdo celul prej momentit kur e njohën e Fatmirin, deri me tani e ka dhënë një kontribut të çmueshëm në institucione përkatëse, ja ku më thonë publikut më herët, për shkak se duhet me pas shumë kujdes çka po deklaron me emër. Tani ajo të ku më thonë, në moment kur ne atakoni njëri duhet me fakte, jo çka shkruajnë mediat. Çka kanë shkruar mediat për Ibrahim Rugojën, sa kanë bëu të bashkë, kryet të bashkë. Alat e vet tash na menis mos mi fol tjerëve është e pamundur. Me një farforme Fatmiri është me mund rregull që një 17 vjet. Çka ka bëu para 17 vjet anej, unë nuk e di. Njeri ta prezantoi edhe librin e ri, është UDB-ja në Kosovë, jo ai që e prezantova më herët, është UDB-ja në Kosovë, na Çegroni është libri më I ri I tij, që tashmë ka dalë, që realisht edhe mund ta gjeni në Po, UDB-ja në Kosovë. Me siguri mund me gjithandej, domethënë për pika shitjes të tojnat e gjithandej, ha? Po, mundet edhe në Tiranë mund ta gjej. Po. E kisha edhe një pjesë interesante këtu libër ku flet domethënë për rekrutimin e nëse s'ka bëjë xhollarëve nga UDB-ja. Po e keni një pjesë këtu të librës. Po shife UDB, se tani më e kemi mësu përmenç në popull këtë UDB-ja, ka qenë shërbimi, drejtoria e shërbimit sigurimit shtetit të Jugoslavisë komuniste, që unë ja kam pa sherin për veti, po sherin ja kanë pa edhe shumë shqiptarë. Ashtu ne si komp, si popull, kemi pas një fat tragjik, edhe pse kemi një histori shumë të bujshme, por mjerisht shumë tragjike. Kur është fjala për UDB-n, jam mundu të jap një tablo, një farë pamje për shqiptarët çfarë ka qenë UDB-ja. UDB-ja ka qenë një makineri hatashme, sidomos me doktrinat e veta ka qenë anti-shqiptare, edhe pse janë marrë atër me ato parollat komuniste, bashkim vllaznim bashkim me dreqa ku ta di unë. Por kush ja ka turbullu ujin, ajo ja ka gjetë vendin në përburgje. Prandaj shqiptarët masovikisht e kanë përjetu këtë fenomen si viktim të rrimave
shoviniste, anti-shqiptare, mbrenda për mbrenda ati aparati shtetërar. UDB-ja si fenomen, tani Jugoslavia komuniste nuk ekziston, por rjeti i ati shërbimi është ende, ekziston në popull. Ka mbetje. Vetëm që nuk janë të aktivizuar se nuk ka institucion vetëm si ka Serbia. Tani Serbia si shteti veçantë, por ai regjim komunist, ai shërbim rjetin e vetë e ka pas. Mjerisht kohët e fundit duhet ta dinë çdo shqiptar se shërbimet sekrete me gjitha të mbetjet e UDB-s komuniste në Kosovë janë të ulur kam kryq. Ka do me thonë mbetje të vija. Ka plus shërbimi sekret angles, italian, frances, e Mossadi Izraelit e dreqa, po duhet qoja të kuptohet se agentët edhe njerëzit që janë marrë me shërbime sekrete dhe që merren ende me zbulim dhe kundër zbulim, nuk janë 3 metre të gjatë mund të shohësh çdo kush. Edhe ato janë njerëz zakonshëm, por janë profesionista që merren me sferë. Unë për shembull mund të them se UDB-ja ka pas një praks me shqiptarët duke u aditur psikologjinë shqiptare, traditat, folklorin, historinë, të kalumen, edhe prandej ka pas sektor specialiste që ka ditë të si të bën edhe manipulime për spionazh, për kundër spionazh mes shqiptarëve. Kjo për shembull një metodë që ka përdorur UDB-ja, i kanë thënë ato në gjuhën slave, metoda e grumbullimit të informacioneve në përmes personit të tretë. Do me thënë, unë ta marrë shembull, ta sqaroj për shikuesit më tepër, e kam mik lidhje operative Timin, e tani Timi është si rezident që e ka Gashin në lidhje, informacione që i mbledh prej aty, mi jep mu si shërbim, a si burim i ati informacioni është i regjistruar Gashi, pa mos e ditur ki se faktikisht i shërben ati shërbimi. Me thë kemi plus shqiptarë ne, edhe në institucione, edhe sot e këtë ditë kjeti që i shërben dhe i shërbimi nuk e din vetë se është i regjistruar në kartotekat ati.